الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالأمدريمة الأذريمة إذا كون الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Kaloi edhe dita e 25 e këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe ja jemi në emrin e Allahut Azza wa Jall të radhës El Haqqu i vërteti, që realisht kjo ligjërat është vazhdimsi e ligjëratës së kaluar, nga se më thamë që ky emër i bukur i Allahut El Haqqu i vërteti meriton të trajtohet edhe më shumë me qëllim që të kuptohet drejt dhe të nxirren mësime dhe porosi nga ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu Azza wa Jall El Haqqu i vërtetë është ai i cili ka kriju qiellin dhe tokën mbi bazën e drejtësisë subhanahu wa taala, dhe ai që ka kriju mbi bazën e drejtësisë dhe vërtetësisë kërkon prej neve që të jetojmë dhe të vdesim për të drejtën dhe për të vërtetën, nga se e vetmja mënyrë që gjithë gjësia është ndërtuar dhe funksionon mbi bazë të drejtësisë. Për atë arsye edhe ne duhet që të jetojmë të drejtë edhe të jetojmë të vërtetë, nga se e drejta dhe e vërteta është përmendur hiç më pak se 287 herë në librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo me kuptu që kështu duhet të jetoj edhe besimtari muslimani. Qëllimi im me këtë temë, me emrin e Allahut El Haq, është që ta bëjmë këtë emër të bukur të Allahut pjesë të jetës tonë. Ta duam të vërtetën, të jetojmë si të vërtetë, ta themi të vërtetën dhe të vdesim për të vërtetën, nga se kështu kërkon prej neve ai që është i vërtet, El Haqqu subhanahu wa taala. E vërteta të ndëruar agjërues shpeshherë është e hidhur dhe është e vështirë për të pranuar, sidomos kur bie në kundërshtim me interesat tona. Megjithatë, ne duhet ta duam të vërtetën, pasi duke e dashur të vërtetën dëshmojmë se duam edhe Allahun Azza wa Jall. Thot një proverb arabe, qul el haqqa walau kana murra, thuaj të vërtetën edhe nëse është e idhët. Andaj, a do të vërtetën apo jeton vetëm thjesht për të realizuar interesat e tua? Apo e don vërtetën edhe e pranon atë, edhe punon me të vërtetën, edhe nëse ajo nga njëherë të duket se dhe thot është kundër teje. Muslimani duhet të jetoj i drejt, i vërtet, dhe të jap të drejtën të gjithëve, nga se e vërteta është vlerë, ndërsa e drejta është konkretizim i të vërtetës. Allahu Azza wa Jall është Zoti i vërtet, absolut subhanahu wa taala, pa të cilin nuk ka kuptim jeta. Jeta pa njoftë Allahun nuk ka shije, dhe nuk ka mundësi me u kuptu e drejta dhe e vërteta, pa e kuptu dhe pa dash atë që është i drejta dhe i vërtet, Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdimisht lutej dhe thoshte: o Allah, na trego të vërtetën dhe na bëj nga ata që e ndjekin atë, na trego të kotën, anil haqqa haqqan wa anil batila batilan, dhe na trego të vërtetën që të punojmë, dhe na e trego të kotën
që të largohemi prej saj, warzuqna ijtinab. Pra kështu ka kërku pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu azza wa jall e krijoi gjithësinë në bazë të drejtësisë dhe vërtetësisë. Na bëri më këmbës në tokë që ta ruajmë drejtësinë dhe vërtetësinë. Allahu tha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos krijoni fesad në tokë pasi që Allahu e krijoi ato formë më të mëshme. Pra e krijoi mbi drejtësi dhe vërtetësi dhe e bëri që të jetë pra drejtësia edhe vërtetësia. Ndaj kështu kërkon Allahu azza wa jall nga krijesa njerin. Për arsye Zoti xhallahu ala ka kundërshtuar të gjithë ata të cilët e përzihen të vërtetën me të kotën. Nga se thot Allahu azza wa jall wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. E mos e përzini dhe ngatroni të vërtetën me gënjeshtrën edhe të kotën, duke e fshehur realitetin me vedije. Allah na ruaj. Andaj muslimani e ka të ndaluar të fsheh të vërtetën, do thot, dhe mos ta fole atë. Nga se Allahu azza wa jall është ai i cili është i vërteti subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, duar ajruse e pyeti një ditë Harithan radhiyallahu an, i tha: "Si e zgju o Haritha?" Tha: "Ja Rasulullah, jam zgjuar besimtari vërtet." Pejgamberi sa më pyeti: "O Haritha, mendoj atë që thua pasi çdo fjalë e ka një të vërtetë. Po besimin tënd me çfarë vërteton?" Tha: "O ja Rasulullah, më duket sikur e shoh arshin e Allahut me sy dhe sikur shoh banorët e xhenetit duke në arshin e xhenet dhe banorët e zjarrit duke vuajtur brenda tij. Prej kësaj hoqa dorën nga të mirët e kësaj bote, duke kaluar natën në namaz dhe ditën me xhenem. Meq e ditë ke atëherë mos ju ndaj kësaj çështje o Haritha." Andaj Haritha është ai i cili i ka analizuar gjërat, të cilat gjëra i ka lajmëruar i vërtetë Allahu azza wa jall. Për arsye ai më nuk është dhënë pas kësaj bote. Nga se Allahu azza wa jall, do thot, është ai i cili me ka tregu faktet e krijimtarisë e tij në horizonte, po edhe në vetvetet tona, që të bindemi ne se Allahu është i vërteti. Dhe Zoti kërkon që ne të jetojmë me të vërtetën në tokë, të flasmi drejt, të flasmi, do thot, të vërtetën dhe të punojmë që ta hapim të vërtetën. Nga se kështu pra kërkon Allahu azza wa jall, i cili është një i pashosh subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall është i vërtet dhe ka zbritur fen e vërtet dhe ka premtuar që ai i cili e ndjek këtë fe të vërtet për të xheneti. Andaj na e dim që premtimi i Allahut është i vërtet, nga se ky premtim ka ardhur nga Zoti xhallahu ala, i cili është i vërtet. Ata që bëjnë mirë, Allahu azza wa jall ka premtuar që do të takohen me Allahun azza wa jall dhe Allahu e don takimin me të. Për të arsye Allahu tha: "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajra Allahi la'at." Ai i cili e synon takimin me Allahun azza wa jall, takimi me Allahun do të vjen edhe është i pashmangshëm. Andaj i vërteti muslimani e dëshiron dhe e synon takimin me atë që është i vërtet absolut subhanahu wa ta'ala. Për të arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah." Kush e don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me të. Kush e urren takimin me Zotin, edhe Allahu urren takimin me të. Gjithashtu muslimani beson në premtimin e Allahut se ai është i vërtet, se Allahu ka kriju xhenet për të vërtetën, ka kriju xhehenem për ata që mohojnë të vërtetën. Andaj mos vdes i nderuar agjuse, pas duke pas mendim të mirë për atë që është i vërtet. Tha pejgamberi sa: "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna." Mos bëjë vaki dikush me vdek për juaj, apo askush për juve, përveç se duke pas mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Zoti xhallahu ala është i vërtet dhe ka dërguar pejgamber të cilët kanë promovuar të vërtetën
dhe ata vetë kanë qenë të vërtet. Andaj të gjithë pejgamberët e Allahut nga Ademi deri tek Muhamedi alayhis salam kanë qenë të vërtet dhe misioni të cilin ata u dërguan ishte përhapja e të vërtetës dhe lufta kundër të kotës, të keqes dhe pavërtetës. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall është ai i cili është i vërtet dhe normalisht e ka zbrit të vërtetën edhe përmes vulës së gjithë pejgamberëve Muhamedit alayhi salatu wasalam. Fjalë që i përsëriste i dërguar Allahut teksa hynte në Mekë si triumfues, fitimtar dhe shlirues, thoshte apo lexonte fjalën e Zotit në surën Isra: "Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa." Erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota, me të vërtet që e kota ka qenë e zhdukur. Andaj kështu pejgamberi sallam është krenuar me atë që është i vërtet. Ai është Allahu Azza wa Jall. Është krenuar me atë që e ka dërguar me të vërtetën, pra ka dërguar Allahu Azza wa Jall fen e tij e cila është e vërtet dhe e cila fe është e përsosur. Andaj muslimani ka obligim me qunë në vend mesazhin e të vërtetës, me kontribu me përhap të mirën dhe të vërtetën në tokë, nga sa Allahu nuk na ka kriju kot së koti. Thë Zoti xhelalu ala: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allahu al-maliku al-haq." A mos menduat vallë se ne ju krijuam kot së koti dhe se nuk do të ktheheni te Allahu Azza wa Jall, i cili është madhështori dhe i cili është Zoti xhelalu ala, sundimtari i vërtet. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Allahu thot, ne nuk i kemi krijuar qiellin dhe tokën që ka mes tyre, do thot kot. Nuk i krijuam vetëm me të vërtetën, thot Allahu Azza wa Jall, nga sa ajo është i vërteti xhelle wala. Andaj e vërteta është thelbi dhe esenca e gjithësisë. Nëse e vërteta ka humbur sot mes njerëzve, kjo nuk do thot që nuk ekziston. Andaj agjëruese, vëlla dhe motër, jeto për të vërtetën dhe këshilloj evladët e tu, të afërmit e tu, që të jetojnë me të vërtetën, nga se kështu kërkon i vërteti absolut, ajo është Allahu Azza wa Jall. Kështu ka jetu pejgamberi dhe kështu kanë jetu shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Drejtësia dhe e vërteta, pra përhap hajër edhe mirësi të panumërta, pra përhap hajër dhe mirësi të panumërta. Ka ndodhur që një jehudi në kohën e pejgamberit ka vjedh, edhe e kanë çu Zeidin që shkoi tek pejgamberi me ndërmjetësu. Thot Zeidi, kur e pash pejgamberin selam, dëshirova ta kisha pranuar Islamin pas atij çasti dhe të mos ishin ato çaste. Dhe kur i kërkova pejgamberit e Allahut të ndërmjetësoj tek ai që e ka promovu drejtësinë, nuk ka bo pa drejtësi dhe nuk e ka promovu njofsin familjare për ta zbet të vërtetën. Më tha pejgamberi selam: "E tashfau fi haddin min hududillah", apo kërkon o Zeid ndërmjetësin nga ligjet e Allahut. Thot popujt që kanë qenë para jush u ndëshkuan pasi kur vjedhte një i dopt e ndëshkonin, ndërsa kur vjedhte një fis, një njeri nga fisi i famshëm, e linin e falnin. Wallahi law anna Fatimatu binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Masha Allahu Azza wa Jall, edhe nëse Fatimja bia Muhammedit do të vjedhte, do t'ja prisja dorën. Dhe pejgamberi me këtë rast, do thot, e ka mbyll derën e të kotës dhe e ka promovu të vërtetën sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit e Allahut agjëruese i ofruan poste të mira, i ofruan gjëra materiale, me çka në këmbim të braktisjes së vërtetës. Braktisjes të asaj vërtete me të cilën e kishte dërguar Allahu Azza wa Jall.
I dërguar Allahu kur i dëgjoi këto fjalë i tha xhaxhait i tij: "Pasha Allahun, o xhaxhai im, nëse do të më vendosin diellin dorën time të djathtë dhe hanën të majtë, nuk do të hiqja dorën nga kjo rrugë e vërtet, derisa Allahu të bëj që të triumfoj në këtë rrugë të vërtet ose të vdes në këtë rrugë." Pas këtyre fjalëve pejgamberi sa filloi të çojë, Allahu Azza wa Jall i shpalli ajetin në surën Naml, ajeti 79, tha mbështetju se te Zoti se ti je në të vërtetën e qartë dhe të vërtetën e dukshme. Andaj agjëruese, mos ki frikë nëse jeni të vërtetën. Nuk ke arsye përse ta praktikësh të vërtetën dhe mos e ndro të vërtetën me asnjë kostum, asnjë çmim. Kur e rastuan Imam Ahmedin rahimahullah, ai u arrestua për shkak të vërtetës. Ju dha mundësia që ta thotë të pavërtetën, mirë po u tregua i vendosur në të drejtën, edhe e tha të vërtetën. I tha ai që ishte mburg me të, tregoi vendosur në të vërtetën o imam, nëse jeton do të jetosh me nder dhe nëse vdes do të vdesësh si dëshmor. Thot Imam Ahmedi, nga këto fjalë mu duk sikurse vendoshmëria në ato çaste vetë se kishte hyrë në zemrën time. Andaj muslimani e thot vërtetën, jeton për të vërtetën pasi që Allahu është el haqu i vërteti, i cili e ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Treguohet rasti kur paria e Kurejshve mbetën të vronë në Bedër, pejgamberi sa shkoi pranë dhe tha: "O Utba ibn Rabia, o Shaibe, o Walid, o Amr, a gjetet vërtet ata që u premtoi Zoti juaj? Unë gjeta të vërtetën që më premtoi Zoti jam." Andaj Allahu tha në surën Anbiya, ne e godasim të kotën me të vërtetën dhe ajo shembat për tokë. Do thotë, çish u mbytëm këta kriminal, dhe shkoi pejgamberi sa edhe pyeti, a gjetet atë vërtetë të cilën u premtoi Allahu ose nga se unë e gjeta. Dhe në plot arsye tha Allahu Azza wa Jall: "O qul ja'al haqq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa." Dhe thuaj atyre, erdhe e vërteta dhe u shkatrua e kota, nga se e kota më të vërtet ka qenë e shkatruar ka hmoqëm. E vërteta është si uji dhe metali i pasruar, i cili edhe pse mbuluan nga shkuma, vazhdon të ekzistojë dhe funksionojnë në dobi të njerëzimit. Ndërsa pa vërteta dhe e keqja dhe e kota i ngjan shkumës së metali, do thotë sikurse çështjeve, do thotë të cilat dalin nga gdhenja metalit, fluskat, të cilat shkrihen dhe humben shpejt. Për të arsye, sa të kotat e fuqishme, siç ishte kolonializmi, komunizmi, u zhdukun të urunuar pasi që Allahu e solli të vërtetën. Mos harroni të ndëruar agjëruese, e vërteta haku do të vazhdojmë mbi tokë, se ai e ka zbrit, i cili është el haq dhe i vërtet. Atë ditë që të zhduket e vërteta dhe nuk ekziston, mbani mend, ajo do të jetë dita e parë e kiametit. Duhet ta duam të vërtetën për fund. Agjëruese, pasi vetë Allahu është i vërteti. Të jetojmë për të vërtetën, të thojmë të vërtetën, të mos e fshejmë të vërtetën dhe të vdesim për ta përhapur të vërtetën. Kur mos prefero interesin tonë personal, i nderuar agjërues dhe agjëruese, në llogaritë të hakut dhe të vërtetës. Allahu na mundsof me qenë të vërtet në fjalë dhe në vepra, dhe na mundsof të vdesim në të vërtetën. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.